Makinat elektrike dhe hibride po bëhen gjithnjë e më të pranishme edhe në rrugët e Korçës. Gjatë këtij viti është vënë re njëritja e interesit për këto automjete, të nxitur nga kostot e ulta të përdorimit, kujdesi ndaj mjedisit, por edhe nga lehtësitë fiskale, që shoqërojnë veçanërisht automjetet e reja elektrike. Një nga avantazhet kryesore është përjashtimi nga TVSH-ja në dogan për autoveturat e reja elektrike, mas që është në fuqi prej vitit 2020 dhe synon të nxjisë kalimin drejt mjeteve me emetime zero. Edhe për drejtuesit, përdorimi i një automjeti elektrik apo hibrid shihet si një alternativë më ekonomike dhe afatgjat për shkak të konsumit më të ulët dhe kostove të mirëmbajtjes. Rritja e numrit të këtyre automjeteve në Korçë tregon se dhe qytetarët po orientohen gradualisht drejt një transporti më ekonomik dhe më miqësor me mjedisin, ndërsa pritet që zgjerimi i infrastrukturës së karikimit të ndikojë më tej në këtë tendencë. Ndërkohë, futja e mjeteve më të reja në qarkullim po ndikon gradualisht dhe në rinovimin e flotës automjeteve në Korçë, nga 2568 mjetet e reja të regjistruara që prej fillimit të vitit, një pjesë po orientohen drejt teknologjive më të reja dhe më efikase, duke sjellë një ndryshim gradual në mënyrën e transportit.